Po, ka ngjarjeve që më së paku kam dëshiruar që të ngjaj. Jam liruar i vetëm, jam liruar vetëm unë individualisht tonë. Shokët e mi vazhdojnë që të mbahen si pengje në përburgjit e Serbisë. Ata shumica dërmuese e tyre janë me shëndet të rënuar ose të plagosur ose të dyja këto. Mirëpo përkundër kësaj ata vazhdojnë që të qëndrojnë të fortë moralisht dhe psikikisht. Unë nuk kam kërkuar asnjëherë që të më amnestojnë ose që të më falin. Unë kam kërkuar vetëm drejtësi, dhe atë drejtësinë e popullit tim edhe drejtësi ndërkombëtare. Sepse drejtësia dhe e vërteta në të ashtu quajturat Serbi dhe Jugoslavi kanë qenë dhe edhe më tutje janë e kundërta e kuptimit të tyre. Jo nuk duhet të fokusoheni në lirimin tim, por duhet që të fokusoheni në mënyrën e këtij lirimi, në motivet e këtij lirimi dhe në pasojat e këtij lirimi. Regjimi pseudo-demokratik i Beogradit lirin time ka përdorur si mjet për të zgjatur robërin shokëve të tjerë që vazhdojnë që të mbahen aty në burgje. Në këto momente mua më shumë më mungojnë ata sesa familja ime.